Përshëndetje muzikal të Interis kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë Fiorentina Inter 1-1 barazim. Barazim që për hir të vërtetës është një pikë e fituar, më shumë se sa pikë të lëna, duke parë mënyrën se si shkoi loja, duke parë paraqitjen e ekipit dhe absolutisht gjithë angazhimin, gjithë performancën e Fiorentinës që për hir të vërtetës meritoi shumë më shumë dhe duhet jemi realist. Nuk do vjedhte asgjë nëse do e fitonte ndeshjen. Paradoksale është sepse ndeshja filloi me një gol shumë të shpejtë në sekond 40 dhe të Pio Espositos dhe u mbyll pikërisht me atë rast të Pio Espositos ku De Gea bëri një mrekulli. Por për hir të vërtetës një ndeshje shumë të mërësisht e dobët, shumë e dobët dhe të mendosh që kondicioni fizik është ai që shqetëson më shumë, duke marrë parasysh një Fiorentina që vinte nga disa angazhime, kishte shumë më shumë ndeshje se ne, luajti edhe në mesjavë dhe sërish u pa që nga minuta e parë deri në minutën 90 Fiorentina dha shumë, ishte në çdo cep të fushës dhe duhet jemi realist që është një pikë e fituar sepse gjatë gjithë ndeshjes më shumë po shpresonim që Fiorentina të gabonte se sa Interi të shënonte gol, sepse praktikisht ishte e pamundur. Një pjesë e parë që duhet nënvizuar rikthimi i Çalhanoğlu dhe Interi pati mundësinë që të luante me dy play si Çalhanoğlu ashtu edhe Zielinski, edhe pse për Zielinski kam rezervat e mia, por në pjesë të parë të paktën Çalhanoğlu u pa që bëri një performancë shumë të mirë, na ka munguar shumë ai lojtar, gjithashtu edhe Dumfries, lojtari i cili të krijon shumë thellësi në krah dhe u pa që në pjesë të parë të paktën u kërkua shumë krahu i Dumfries, aq sa Di Marco ishte në hije faktikisht dhe nuk po përdorej fare krahu i majt i Di Marcos. Megjithatë, siç e thash, ndeshja fillon shumë mirë për ne me një gol të Pio Espositos, Barella që jep një cross shumë të mirë, Pio Esposito shënon gol dhe faktikisht u mendua që duhet të ishte një ndeshje administrimi, një ndeshje ku ti duhet të menaxhoje avantazhin pasi kalove 100 minutë parë në avantazh dhe ndeshja duhet të ishte disi më e qetë të përpiqeshe të përdorje kundërsulmet, por ishte komplet e kundërta. Interi absolutisht nuk e mbajti fare topin, ishte Atalanta që dominoi. Le të themi gjatë gjithë kohës një Akanji që gaboj çdo gjë të mundshme, çdo duel që kishte me Moise Kean e humbi, çdo lojtar i ikte Akanjit, nuk e di çfarë po ndodh dhe fakti është që në momentin që Akanji ka një rënje në performancën e tij, fakti është që ne nuk po marrim dot pikë, nuk po performojmë dot. Por ishte fati ynë që Moise Kean po gabonte jashtëmase, gaboi ato që nuk mundej, domethënë vetëm me portierin. Dhe kështu mbyllet edhe pjesa parë për t'u evidentuar është dhe të vjen keq në fakt sepse pas shumë ndeshjesh Barella bëri një paraqitje të mirë, sot më ka pëlqyer, por për fat keq ishte pikërisht ai nga i cili gabimi i tij nga i cili erdhi dhe goli i barazimit të Fiorentinës, një neglizhencë absolute që nuk tolerohet në një lojtar i kalibrit dhe eksperiencës së Barellës. Domethënë para 6 meçës ti të bësh një neglizhencë të tillë me një pas të thjeshtë është e patolerueshme dhe më pas është edhe problemi i Sommer. Është hera e Disat, është goli i Disat që duket si fotokopje e golave të mëparshëm të psuar, ku nga një goditje, domethënë Sommer grushton dhe sërish mbrojtësi gjendet aty. Është e pamundur që gjithnjë ti të kthesh topat në qendër. Është goli i Disat që ne psojmë në këtë formë. Thash nuk dua të bëj fajtor vetëm Sommer, por është e patolerueshme që fotokopje të psohet po i njëjti gol. Është e patolerueshme dhe siç e thash Fiorentina e meritoi. Absolutisht e meritoj për të gjithë agresivitetin që tregoi në fush, angazhimin 90 minuta ishte aty. Në pjesë të dytë, që në moment që Çalhanoğlu doli, patjetër edhe Interi u zbe fare. Jo se bëri dhe një gjë kush e din pjesë të parë, po të paktën disi i kishte ekuilibrat. Çalhanoğlu të paktën mundohej, hapte lojën, hapte krahat, aktivizonte. Në moment që del Çalhanoğlu, ishte të mërësisht, domethënë Interi ra komplet. Për fat të keq vjen ai gol rreth minutës 77 besoj. 1-1, ndrimet që bëhen më pas Fratesi zëre se nuk u ndje fare, Boni fotokopje e Turamit, unë nuk e di çfarë po ndodh me këta lojtar, nëse për Turamin që le të themi që kokën e ka diku tjetër sepse është pothuajse i ikur, mund ta kuptoj
që është e patolerueshme sepse je profesionist, por për Boni, unë nuk e marr vesh si mund të futesh ashtu në lojë, je djalë i ri, si mund të futesh pa pik gjaku në sy, në nerve, është e patolerueshme. Luis Enrique nuk po flasim fare, Acerbi më pëlqeu, Acerbi më pëlqeu, është ai pikërisht ai që duhet, që të ishte duke parë edhe performancën dhe formën jo të mirë që po kalon Akanji. Marrim 2 kartona, Carlos Augusto dhe Di Marco. Thash një ndeshje shumë e dobët, por për fat të keq, por ky është futbolli, mund edhe ta kishin fituar në fund, 1-2 me këtë rast Pio Espositos, De Gea bëri mrekullin. Kjo është, Interi nuk e meritoi. Kam përshtypjen që pushimi për kombëtarët vjen në momentin më të mirë të mundshëm, pasi mund ta shfrytëzojmë disi, të rikuperojmë disi energji, do jetë edhe rikthimi Lautaro Martinez. Pikërisht në këtë rash final na duhen patjetër pikët. Jemi ende 6 pikë diferencë nga vendi i dytë, 7 pikë nga vendi i tretë. Thash, nga mënyrën se si shkoi loja, është 1 pikë e fituar, më shumë se sa 2 pikë të humbura. Të vjen keq dhe sidomos më vjen shumë keq për pjesën e Barelës, sepse sot paktën pash disa nota të Barelës që ne njohim, më pëlqeu deri diku, por ajo gafë është e patolerueshme, kështu që më duhet më patjetër Barela, Akanji dhe Sommer, absolutisht gabime të pafalshme sot. Pio Esposito not pozitive, për fat keq sërish shënon gol, por për fat keq nuk materializohet dot në 3 pikë, por s'ke ç'i bën, lufta vazhdon, tashmë ngelen edhe 8 ndeshje deri në fund. Në të mirë në të keqe Forca Inter, s'kemi ç'a bëjnë, është situata që po kalojmë, për fat mirë e morëm këtë pikë sot, kështu që në të mirë në të keqe Forca Inter duhet besojmë ke titulli, forca.